Islami nëpërmjet haditheve, libri i 6. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, një rob falëndërues. Malik ibn Huwairithi rëfen. Të rinjtë të së njëjtës moshë shkuam te i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të. Ai na tha: kur të vi koha e namazit, njëri nga ju le të thirrë ezanin, kurse më i moshuari nga ju t'ju pri në namaz. Siç transmeton Ebu Gjutejgji, Ebu Zubeiri e ka dëgjuar Xhabir ibn Abdullahun të thotë: e kam parë pejgamberin, paqja qoftë mbi të, duke gjuajtur shejtanin me gur, hipur mbi një kafshë dhe thoshte: mësojini elementet e haxhit prej meje, sepse nuk e di nëse do ta kryej edhe një herë tjetër haxhin. Aisha ka thënë: nuk di që pejgamberi i Allahut, paqja qoftë mbi të, ta ketë lexuar tërë Kuranin nga fillimi deri në fund brenda një nate, as që të ketë falur namaz tërë natën deri në mëngjes, e as të ketë agjëruar një muaj të plot, përveç muajit të Ramazanit. Mutarifi transmeton nga Iati Abdullah ibn Shihiri se ai ka thënë: e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, paqja qoftë mbi të, duke falur namaz. Nga gjoksi i tij dëgjoj një gurgullim si tingulli i mullirit. Muadh ibn Xhebeli transmeton se i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, e kapi për dorë dhe i tha: o Muadh, të këshilloj që të mos e lësh kur këtë lutje pas çdo namazi. Zoti im, më ndihmo që të përmend, të falënderoj dhe të adhuroj ty. Djali i Xhaxhait të dërguarit të Allahut, Abdullah ibn Abasi, që në moshë të re përpiqet të qëndronte pranë pejgamberit, paqja qoftë mbi të, që të mësojë qëndrimet, sjelljet dhe adhurimet e tij. Me që bashkëshorten e pejgamberit, paqja qoftë mbi të, Mejmunën, e kishte teze, her pas here e kalonte natën te ajo. Njëherë kur ishte ende 10 vjeç, tha me vete: sonte do të vëzhgoj me kujdes se si e fal namazin e natës i dërguari i Allahut. Atë që pa atë natë më vonë do të rrëfente kështu. I dërguari i Allahut për pak kohë bisedoi me familjen e tij, pastaj fjeti. Në mes të natës, ose pak më vonë, u zgjua. Për të larguar gjumin, fërkoi fytyrën. Pastaj lexoi 10 ajetet e fundit të surës Ali Imran. Pastaj mori calikun e vogël të varur në mur dhe mori abdest. Pastaj qëndroi në namaz. Edhe unë u ngrita, bëra siç kishte bërë ai dhe qëndrova në namaz në të majtë të tij. I dërguari i Allahut e vuri dorën mbi kokën time. Duke më prekur në vesh, më kaloi në anën e djathtë të tij. Sipas transmetimit të Abdullahut të vogël, i dërguari i Allahut atë natë fali 6 herë nga 2 rekate dhe 1 herë 1 rekat, gjithsej 13 rekate namaz. Pastaj, duke u shtrirë aty ku ishte, pushoi pak. Kur muezini këndoi ezanin, pasi fali pak me shpejtësi 2 rekate namaz, doli të printe namazin e mëngjesit. I dërguari fisnik është udhërfyesi i parë prej të cilit i kemi mësuar adhurimet. Çdo besimtar dëshiron që ta fal namazin si ai, ta agjeroj si ai, ta kryej haxhin siç e kryente ai, ta lexoj Kuranin siç e lexonte ai, shkurt, ti kryej adhurimet siç i kryente ai. Si në rastin e Abdullah ibn Abbasit, në periudhën e lumturisë, Asrus Sadet, sahabët të cilët kishin po këtë dëshirë, nuk mund të përmbaheshin pa e vëzhguar pejgamberin duke i kryer adhurimet apo pa pyetur për adhurimet e tij. Në fakt, umeti i një pejgamberi i cili urdhëron: falni namaz siç më shihni mua të falem, dhe mësojini elementet e haxhit prej meje,
nuk mund të mbetej indiferent ndaj mënyrës se si ai i kryente adhurimet. Edhe sahabi i ri Zeid ibn Halidi ishte nga ata që interesoheshin për namazin e natës të pejgamberit tonë. Rastin për të vëzhguar namazin e natës të pejgamberit, paqja qoftë mbi të, e pati gjatë një udhëtimi kur nga pragu i tendës së të dërguarit Allahut e ndoqi atë duke u falur. Edhe Uabisa ibn Mabedi nga fisi Beni Esed, të cilët e pranuan Islamin në vitin e 9 pas emigrimit, merrte pjesë në delegacionin prej 10 vetësh dërguar në Medinë për të mësuar Islamin dhe ishte nga ata që ishin kurioz për namazin e pejgamberit, paqja qoftë mbi të cilit sapo i kishte besuar. Një herë ndoqi të dërguarin e Allahut duke falur namaz dhe do të përcilte një pjesë nga mënyra e tij e faljes namazit duke thënë se: kur bënte rukun, aq drejt e mbante shpinën sa nëse do t'i derdhej ujë mbi shpinë, mund të mbetej aty, pa u derdhur. Sahabi i ri Ibn Omeri, i cili e kishte bërë mënyrë jetese për sjelljen e gjendjeve dhe sjelljeve të pejgamberit, paqja qoftë mbi të, duke i praktikuar vetë ato, këtë aspekt të zotërisë sonë e reflektonte me rigorozitet të madh në jetën e tij. Prandaj transmetimet e shumta të tipit Ibn Omeri bënte kështu, adhuronte kështu, në fakt tërthorazi tregojnë formën e kryerjes së adhurimeve nga pejgamberi, paqja qoftë mbi të. Edhe i dërguari i Allahut vetë ua shpjegonte dhe ua mësonte njerëzve adhurimet e tij. Siç dëshmon Sehel ibn Sadi, i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, i pati thënë një gruaje nga ansarët që robi i saj, i cili ishte marangoz, t'i përgatiste një mimber prej druri. Pasi mimberi u përgatit, ai fali 2 rekate namaz mbi të dhe tha: o njerëz, e bëra këtë që të më ndiqni mua dhe që të mësoni namazin tim. Edhe nga fisi Beni Leith, një grup i përbër nga 6 djem të rinj patën ardhur te pejgamberi, paqja qoftë mbi të, për të mësuar dispozitat e Islamit dhe patën qëndruar rreth 20 ditë pranë tij. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, u pati thënë atyre: faleni namazin siç më shihni mua ta fal. Kur të hyjë koha e namazit, njeri nga ju le të thirrë rezanin, kurse më i moshuari nga ju le t'ju prijë në namaz. Kur i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, vuri re se me kalimin e kohës të rinjt i mori malli për familjet e tyre, i dërgoi në vendin e tyre duke i këshilluar: kthehuni në vendin tuaj, qëndroni me familjet tuaja dhe ua mësoni edhe atyre ato që keni mësuar këtu. Malik ibn Huvejrithi, njeri prej atyre që ju përmbajtën këshillës, në Basra ku jetonte, që falur në mesxhit vetëm që t'u tregonte dhe t'u mësonte njerëzve se si falej pejgamberi ynë. Namazi, të cilin i dërguari fisnik e quante drita e syve të mi, e zinte një vend veçantë në jetën e tij. Pasi u ngarkua me detyrën për t'u përcjell njerëzve të vërtetat hyjnore, ashtu si pejgamberët e tjerë, edhe ai u obligua që të falte namaz. Sipas transmetimit të robit liruar Zeid ibn Harithit, të cilin ai e donte si birin e vet, në periudhën e parë të zbulesës, Xhebraili pati ardhur te pejgamberi, paqja qoftë mbi të, dhe i pati mësuar abdestin dhe namazin. Pejgamberi, paqja qoftë mbi të, dhe muslimanët në fillim namazet i falnin nga 2 rekate. Duke qenë se në Mekë vazhdonte presioni i dhujtarëve, Kuranin në namaz e lexonin me zë sa më të ulët dhe zakonisht namazet i falnin në shtëpinë e njohur të Darul Erkam, që i përkiste Erkam ibn Ebul Erkamit, një nga muslimanët e parë. Në rast të kodrës Safa, i dërguari i Allahut e zgjodhi si qendër mësimi dhe kumtimi dhe aty nga njëra anë mësonte fen sahabëve fisnik, e nga ana tjetër ftonte në Islam ata njerëz të cilët kërkonin të vërtetën. Në atë periudhë kur torturat ndaj muslimanëve vazhdonin,
Idhujtarët kur e shihnin Zotrin ton, pejgamberin paqja qoftë mbi të duke falur namaz në afërsi të Ka'bes, nuk nguronin të ndërhynin në forma të shëmtuara. Aq sa një herë i dërguari fisnik arriti të shpëtonte nga sulmi i idhujtarit Uqbe ibn Ebu Muajt vetëm pas ndërhyrjes së Ebu Bekrit. Falja e muslimanëve bashkarisht në Ka'be do të bëhej e mundur vetëm pasi Omeri të pranonte fenë islame. Në ato kohëra kur muslimanët përjetonin ditë shumë të vështira, me ajetet në krye të kapitullit El Muzammil, do të bëhej obligativ namazi i natës. Tehejjud, ndaj për një vit rresht, pejgamberi paqja qoftë mbi të dhe sahabët do të çoheshin për namaz natë. Pas 12 muajsh, zbritën ajetet e fundit lehtësuese të njëjtit kapitull të cilët e abroguan obligueshmërinë e këtij namazi, ndaj namazi i natës nga obligativ, farz, u bë namaz vullnetar. Por Allahu i lartë madhëruar, këtë namaz e la obligativ vetëm për të dërguarin fisnik deri në fund të jetës së tij. Kurse 5 kohët e namazit u bën obligim në natën e Miraxhit, që ndodhi rreth një vit e gjysmë para emigrimit. Formën e faljes së namazit të dërguarit ton ja mësoi Xhebraili. Në këtë mënyrë, namazet farz, të cilat më parë faleshin nga 2 rekate, u bën 4 rekate, kurse namazet sunet dhe vullnetare, nafile, Aisha na i ka treguar kështu pas një pyetje që i është bërë. I dërguari i Allahut në shtëpinë time, para namazit të drekës, falte 4 rekate, namaz vullnetar, nafile. Pastaj dilte në mesxhid dhe i printe xhamatit. Pastaj kthehej përsëri në shtëpi dhe falte edhe 2 rekate nafile namaz. I printe xhamatit namazin e mbrëmjes, kthehej në shtëpi dhe falte 2 rekate nafile namaz. I printe xhamatit namazin e yacis, kthehej në shtëpi dhe falte 2 rekate nafile namaz. Edhe në agim falte 2 rekate namaz nafile. I dërguari i Allahut i kushtonte shumë rëndësi namazit të natës. Aisha tregon për këtë namaz duke thënë: mos më pyesni sa bukur e sa gjatë e falte. Edhe namazin e vitrit e falte në fund të namazit të natës. Në një pjesë të natës zgjohej, pastronte dhëmbët, merrte abdest dhe falte bashkë me vitrin 13, 11 ose 5 rekate namaz. Kur të mos e falte namazin e natës për shkak të gjumit apo të dhembjes së trupit, në vend të tij falte 12 rekate gjatë ditës. Aisha, adhurimet e natës të Zotrisë son pejgamberit paqja qoftë mbi të, i përshkruan kështu: nuk di që pejgamberi i Allahut paqja qoftë mbi të, ta ketë lexuar Kur'anin nga fillimi në fund brenda një nate, që të ketë falur namaz tër natën deri në mëngjes, apo që të ketë agjëruar një muaj të plot përveç muajit të Ramazanit. Pejgamberi paqja qoftë mbi të, gjatë faljes namazit të natës, qëndronte në këmbë, qiyam, derisa i enjtenshin këmbët, dhe lexonte Kur'an gjatë e ngadalë. Ndonjëherë falej tër natën duke përsëritur të njëjtin ajet. Ebu Dher el Gifariu transmeton se i dërguari i Allahut një natë, deri në mëngjes përsëriti ajetin: nëse ti i dënon, ata janë robërit e tu, e nëse i fal ata, vërtet, ti je i plotfuqishëm, i urtë. I dërguari fisnik qëndronte në sejdë aq gjatë sa që mund të lexojë 50 ajete dikush. Disa net e falte namazin duke qëndruar gjatë në këmbë, kurse disa net preferonte të falej ulur. Nëse leximin e bënte duke qëndruar në këmbë, edhe rukun dhe sejdën i bënte prej në këmbë. Nëse leximin e bënte ulur, edhe rukun e sejdën i bënte prej ulur. Por në periudhën pranë vdekjes, filloi t'i falte ulur namazet vullnetare. Madje në mesxhid, në vendin ku falej, kishte vendosur një shtyllë, si një baston për t'u mbështetur.
njëherë qerzuar nga kali dhe pati lënduar anën e djathtë, dhe për shkak të këtij lëndimi, ca kohë pati qenë i detyruar t'i falte ulur namazet. Krahas namazeve vullnetare, të cilat pejgamberi paqja qoftë mbi të përpiqej t'i falte vazhdimisht, kishte edhe namaze të tjera, të cilat i falte jo për ditë, por në ditë dhe kohë të veçanta. Këtë gjë ai ishja e përshkruan kështu: I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, adhurimet që kryente nga frika se njerëzit mund t'i merrnin si sunet, e t'i kryenin vazhdimisht dhe eventualisht të bëheshin farz, herë i lindë. Ai preferonte të bënte ato gjëra që do t'u vinin të lehta njerëzve. Për shembull, gjatë muajit Ramazanit, pas namazit të darkës, falte gjatë bashkë me vitrin 11 rekate namaz. Ndodhte që gjatë muajit Ramazanit namazin e natës ta falte me xhamat, por shqetësimi se ndërkohë që vazhdonte shpallja, zelli i njerëzve për të falur namaz vullnetar mund të bëhej shkak për shpalljen e këtyre namazeve vullnetare si obligative, duke e futur umetin në një përgjegjësi që nuk do të mund ta mbante, e pengonte që këtë namaz ta falte gjithmonë në mesxhid me xhamat. Një nga namazet vullnetare, të cilat pejgamberi paqja qoftë mbi të herë qëllimisht nuk e falte që të mos perceptoheshin si farz, ishte edhe namazi i duhas para ditës. Pejgamberi ynë, pas namazit sabahut, nuk largohej nga mesxhidi derisa dielli të ngrihej lart, dhe gjatë kësaj kohe, me kruh, të papëlqyeshme për të falur namaz, bisedonte me shokët e tij. Kur dielli ngrihej lart, falte namazin e duhas. Namazin e duhas herë falte 2 rekate, herë 4 rekate e, sipas rastit, herë e shtonte numrin e rekateve. Transmetohet se ai nuk e ka lënë pa falur në namazin e duhas edhe në udhtim. Kështu në ditën e çlirimit të Mekës, fali 8 rekate namaz, duke dhënë selam në çdo 2 rekate. I dërguari i Allahut, përveç këtyre namazeve, falte edhe namaze të tjera vullnetare për raste të ndryshme. Për shembull, kur hynte në mesxhid, falte 2 rekate namaz. Tehiyetul mesxhid, që do të thotë përshëndetje e mesxhidit, dhe këtë namaz ua këshillonte edhe sahabëve, po ashtu kur kthehej nga ndonjë udhtim, fillimisht shkonte në mesxhid dhe falte 2 rekate namaz.